Astrit Isufi u kap nga policia e Kosovës, i cili është i dyshuar për vrasjen e dy fish që ndodhi dje në fshatin Gulobovc të Malishevës. I dyshuari u kap në një shtëpi të pabanuar në fshatin Pllaqic, ku më pas u dërgua në qendrën e klinikës universitare të Kosovës për t'i dhënë ndihmën e parë mjekësore. Por Astrit Isufi ishte i njohur për policinë. Sipas dosjes së tij në gjykatë, ai e kishte rrahur gruan e tij në ditën e Bajramit dhe në të njëjtën ditë, sipas dosjes, ai e kishte kërcënuar gruan e tij se nëse ndahesh nga unë do ta vras familjen. Policia e Kosovës ka njoftuar si i dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve dje në Malishev, i cili është arrestuar sot në mëngjes, ishte i plagosur. Në njoftimin e policisë është thënë se pas arrestimit të dyshuarit i është ofruar trajtim mjekësor. Sipas policisë, plagët dyshohet të jenë shkaktuar nga arma e zjarit. Sot më datën 7/11/2025 në orën 6:25 në fshatin Pllaqic është arritur të arrestohet personi i dyshuar, mashkull kosovar. Pas arrestimit të dyshuarit i është ofruar trajtim mjekësor pasi i njëjti ka pasur plagë që dyshohet të jetë shkaktuar nga arma e zjarit. Ai është dërguar për trajtim të vazhduar mjekësor, thuhet në njoftimin e policisë.